Më në fund erdhi dita e shumë pritur. Buxheti 2025, manja, 17% rritje për kompensimin e ish të përndjekurve politik. Leqë që më në fund themu. Unë mbaj mend që kur kam qenë e vogël që luaja me kukulla Barbie, dëgjoja të përndjekurit politik, lekët që u takojnë ish të përndjekurve politik, pastaj u rrita, shkova në universitet edhe dëgjoja të gjithë ata që kanë në familje të përndjekur politik do paguajnë gjysmën e lekëve të vitit akademik. Hiç. Kaluan gjithë këto vite dhe ata të përndjekur që i shpëtuan burgut ose pushkatimit, kanë vdekur, madje kanë vdekur, janë larguar nga kjo jetë edhe fëmijët e ish të përndjekurve politik, edhe sot, në 2025-ën, u erdhi dita nipërve dhe mbesave që janë thinjur tashmë, janë zbardhur nga koka, për të marrë 17% e rritjes të kompensimit të ish përndjekurve politik. Edhe e ka thënë Ulsi Manja, Ulsi Manja, më ma hiq këta. E ka thënë vet ai gjiganti, i madhi, udhëheqësi, ai që i drejton të gjitha punët, të gjitha dikasteret, Edi Rama. Ne kemi marrë një zotim që t'i japim fund hipokrizisë dhe padyshim t'i japim fund abuzimit më se 20 vjeçar me të përndjekurit politik, duke bashkëpunuar me ta për ta mbyllur me dinjitet plagën e hapur në gjithë këto vite të keqtrajtimit tyre në radh parë moral dhe pastaj sigurisht hap pas hapi edhe të mos kompensimit të tyre material. Po të llogarisim se tërësia e dosjeve është 12.760, 2027 janë shumë. Dhe ndër këto 12.760 nuk është se pjesa tjetër ka mbërur ke kësti parë, jo, ka marrë të parin, e ka marrë dytin, e ka vazhduar të marri, mund të ketë dhe që i kanë marrë të tëra dhe mund të jenë jo dhe aq të përndjekur sa shumë të përndjekur që s'kanë marrë sot asgjë. Komisioni i Ekonomisë miratoi ndryshimet në ligjin për ish të përndjekurit politik, duke kufizuar vetëm tek trashëgimtarët e parë dhënien e dëmshpërblimit. Kush është pro? Abstenim nuk ka miratohet. Në këtë seancë mungonin sërish deputetët demokrat, edhe pse ata janë shprehur kundër nismës së qeverisë për të shkurtuar fondet që jepen për këtë kategori, por ministri i Financave Arben Ahmetaj përdori një logjik tjetër për të shpjeguar ndryshimin e skemës së përfituesve. Brezi i ri nuk duhet të paguajë shumë më maramëndse, që arrin deri në $700 milion për ata që nuk kanë vuajtur pasojat e dënimit politik. Po të tentojmë të hapemi me politika dëmshpërblyese si këto, ku nuk kanë cak, do bëjmë që dhe brezat e 100 viteve që vinë të punojnë për brezat e 100 viteve të shkuara. Në brezin e trashëgimtarëve të parë përfshihen prindrit e personit që ka statusin e të dënuarit politik, bashkëshorti, fëmijët, motra dhe vëllezërit dhe nipi ose mbesa. Në gjykimin e tij personal, ministri Ahmetaj tha se edhe një pjesë e këtyre trashëgimtarëve nuk duhet të ishin përfitues të dëmshpërblimit. Nuk e kam unë këtë të drejtë të mbaj qëndrim nëse është e drejtë apo është e gabuar. Por duhet të ndaj me ju që kjo kosto po i kalohet brezit aktual dhe brezit që vjen. Se harrova t'ju theksoj diçka, jo se jemi në fushat dhe janë zgjedhjet, se lekët do t'i merrni ju, lekët janë tuajat, ju takojnë, do t'i merrni t'ju edhe në 96-ën, edhe në Bimishin, edhe në 2020-ën, janë lekët tuaja, ju takojnë, edhe jo se është për fushatore, jo se janë zgjedhje do t'i merrni këto lekë. Do t'i merrni këto lekë se ju takojnë. Po, shikoni pak se sa e bukur është skema e dhënies së lekëve. E zëm se është vrarë gjyshi. Gjyshi ka bërë 5 fëmijë. Këta 5 fëmijë kanë bërë nga 3 i bie 15. Tani, në qoftë se ndonjëri nga këta nuk gjendet fizikisht, ka ikur në emigrim. E votën ja doni ju këtit, e doni votën e diasporë. Ose nuk është dakord që të firmosi për marrjen e lekëve, të gjithë këta të 15 0 lek marrin. Ministria e Financave, konkretisht, Drejtoria e Pagesave dhe Dëmshpërblimeve ka publikuar një listë me 45 emra të të përndjekurve politik, të dënuar me burg apo me dënim kapital, të cilët ata që jetojnë ende apo trashëgimtarët e tyre ju lindet drejta për këtë dëmshpërblim. Sipas njoftimit, dokumentat duhet të paraqiten brenda afatit 3 muaj nga data e publikimit me 29 janar 2025.
Në një nga pikat e këtij njoftimi që drejtoria e quan shumë të rëndësishëm, thuhet në rastet kur ishi përndjekuri nuk jeton më, një dosje quhet e rregullt dhe e gatshme për të paguar vetëm atëherë kur të gjithë trashëgimtarët pa përjashtim do të kenë dorëzuar, postuar dokumentacionin e përmendur më lart për të gjitha rastet e trashëgimisë. Në të kundërt, askush nuk mund të paguhet i veçantë derisa i gjithë dokumentacioni i dosjes të jetë i plot për të gjithë. Unë jam një trashëgimtar i familje përsekutuar dhe nga ka ardhur gjyshi jon ka bë disa vite burg. Tani na ka dalë dhe emri në listën e ministrisë dhe Ministrinë e Financave. Ministrinë e Financave. Dhe kanë nxjerrë një klauzol që një pjesëtar trashëgimtar i familjes ose i mundur të plotësoj dokumentat, skualifikohen të gjithë. Kjo arsyeja është sepse unë një pjesë të trashëgimtarëve i kam jashtë shtetit dhe pa mundësi edhe nuk mund t'i bëjnë dokumentat për kohën 3 mujore që kanë vendosur ata. Dhe unë e mendoj që është e kundërligjshme për arsye të skualifikohem dhe unë që jam këtu në Shqipëri, që plotësoj dokumentacionin për dëshpërblimin. Pjesëtarët e tjerë jetojnë jashtë? Jetojnë jashtë. Një pjesë e mirë pjesëtarëve, trashëgimtarëve jetojnë jashtë shtetit dhe janë pa mundësi sepse nuk kanë pasaporta shqiptare, nuk kanë numra llogarie Shqipëri, nuk kanë vite pa ardhur. Edhe ata ndoshta kanë dëshirë që t'i bëjnë, po e kanë pa mundur për kohën dhe për pikat që kanë vendosur ministria që t'i plotësojnë. Si ndjeni sot me këtë deklaratë që kanë nxjerrë pas kaq kohësh Ministria e Financave? Për këtë deklaratë që kanë nxjerrë Ministria e Financave, duken po prap i penalizuar, në stand si përsekutuar si në atë kohë, që u bë sot e 35 vjet, që ne nuk marrim akoma dëmshpërblimet dhe jemi të kufizuar të nxjerrë, si më thon, pengesa, si ne mos realizojmë që t'i arrijmë, t'i marrim ato dëmshpërblime që janë caktuar me ligj. Dhe nxjerrin po prap pengesa artificiale që mos paguhen gjithë përsekutuarit dhe trashëgimtarët e tyre. Po ç'është kjo pikë e zezë kështu tani? Se ju mora shembull me 15 trashëgimtar. Ore, nëse nuk është 1, 2, 5, 10 mungojnë, jepini lekët këtyre të tjerëve që u takojnë, që e meritojnë, edhe lekët e këtyre që s'janë, ose t'i mbaj shteti, ose lëni në bank, ku dëgjon, po jepini lekët këtyre që u takojnë. Edhe pikërisht për shpjeguar këtë gjë, ne shkuam edhe takuam përpara se t'ju them se kë shkuam të takonim, po hap klapën. Ju kujtohet para një muaj që u diskutuar në parlament zgjedhja e avokatit popullit, që edhe Berisha u tha merrni kohën tuaj, por në fund do zgjidhni alternativën kandidatit që ofroi unë Besim Drejgjonin, edhe që parlamenti edhe një seancë ka. Nuk e ka prezencën e avokatit popullit, kështu që për këtë vit digjet, kismet, vitin tjetër nga shtatori, nga tetori, dhe pikërisht kandidaturën e Partisë Demokratike, që është vetë një ish i përndjekur politik, po që është edhe kryetari i Unionit të përndjekurve, zoti Besim Drejgjoni, na shpjegon se si funksionon kjo skema e bërë nga Ministria e Financave për ish të përndjekurit politik. Nuk është ligj, kjo është rregullore që e nxjerrin këto institucionet papërgjegjshme, ta institucionet që s'njohin ligjin. Ligji dëmshpërblimit të përcakton qartë dhe prerë. Çdo trashëgimtar i përndjekur politik ka të drejtë të tërheqë shumën që i takon si trashëgimtar në përpjestim me gjithë pjesëtarët e tjerë të familjes. Dikush i ka bë dokumentat, i ka të rregullta, se dokumentat kërkohen për çdo trashëgimtar, kërkohen të gjitha një lloj. Atëherë ky paraqit, ky ka drejt marrë dëmshpërblimin. Por ai institucion dhe Ministria e Financave janë aq të papërgjegjshëm sa nxjerrin rregulla mbi ligjet. Nuk është Ministria e Financave apo kjo drejtori që përcakton ligjin e dëmshpërblimit. Ligjin e dëmshpërblimit e ka përcaktuar Parlamenti dhe nuk e përcaktojnë. Institucionet janë në funksion të plot për të zbatuar ligjin. Dhe kjo është sorollatje. Është një sorollatje edhe banale, edhe qesharake, edhe tragjike. Si mund t'i thuish ti, një qytetari që ndodhet në Amerikë, vllai i tij, tjetri ndodhet në Shqipëri, vllau në Shqipëri don t'i mori, vllai në Amerikë
kur t'i bin koha vjene i merë, po kjo është ligji, që kjo është trashëgimni, kjo është pronë. Si ti thuish pronarit të vërtet, se ju dy vlezër që jeni pronarë saj prone, ti në odhësh në Amerikë, ti s'takon prona. Ti që je këtu në Shqipëri, nuk takon pa ardha e Amerikës. Si mund të zgjidhë këtë çështje me Ministrinë e Financave? Si mendoni ju? Dijo, ajo drejtoria e dëmshpërblimit në Ministritë Financë ne na shkon mallin e sigurimit shtetit, kur nuk afrohej asnjë qytetar në ato zyra, këtu, kjo drejtori që kur është krijuar që në kohët të qeverisë demokratike, por që kur ka ardhë Partia Socialiste, që kur kanë ardhë këto ministra Hervin Meta me shok, këto e kanë kthyer drejtori në një bumerang që nuk mund të takësh ne nuk dim kush është drejtor. Ne si të përndjekur. Ne nuk dim kush punon aty. Ne nuk dim, ne i qim dokumenta, thot na i qoni me post. I qim me post dhe s'kthejnë përgjigje. Pra është një institucion që për mendimin tim, unë ja kërkoj kryeministrit që ta rishikoj dhe të mori masat të menjëhershme. Është e vetmja ministri që spret përndjekurit politik që e ka detyrim ligjor t'i presi. Nuk i pret, vjen tjetrin nga Vermoshi që paguan vetëm rrugtim 50.000 lekë të shkuet të ardhur dhe se pret kërkush. Prandaj unë nëpërmjet emisionit tuaj i bëj dhe një apel edhe një herë Ministrisë Financë, leni këto rregullore që shkelin drejtat e liritë e njerëzit, leni këto sorollatjet qytetarëve, se po të sorollasësh qytetarin i shkel të drejtën, por vihin dispozicion të ligjit, jepni parë të gjithë atyre që kanë plotësuar dokumentacionin, njoftoni ata që se kanë pru dokumentacionin të binë dokumentacionin të amorin në ato, se ky është dëmshpërblim i gjakut. Për ta përmbyllur këtë temë, më kujtohet një histori e Enverit me profesorin e vet Baba Meton, nipit të cilit i kishin dhënë urdhër për pushkatim dhe si daj shkon që të lypi mëshirë tek Enver Hoxha, shkon atje dhe Enveri që ja bën nga dritarja. Hajde brenda. Ndërkohë që ushtria e ndalonte. Hajde, ja bënte nga dritarja Enveri, hajde. Ushtria nuk e linte. Ndërkohë që urdhri për pushkatim për nipin ishte dhënë. E kështu e njëjta gjë funksionon edhe me skemën e bërë nga Ministria e Financave për të dhënë kompensimin e ish të përndjekurve politik. Nëse nuk bëhen të gjithë bashk, atëherë marrin noc rrokun. Dhe pikërisht ne për këtë gjë shkuam që ta pyesim Ministrinë e Financave, ndërkohë që Ministria na thot, jo, ju lutem. Në njoftimin e drejtorisë së pagesave dhe dëmshpërblimeve në Ministrinë e Financave, drejtuar ishte përndjekurve apo trashëgimtarëve ligjor të tyre, thuaj, në rastet kur ishi dënuari nuk jeton më, një dosje quhet e rregullt dhe gatshme për të paguar vetëm atëherë kur të gjithë trashëgimtarët pa përjashtim do të kenë dorëzuar, postuar dokumentacionin e plot për të gjithë rastet e trashëgimisë. Në të kundërt, askush nuk mund të paguhet i veçantë, derisa i gjithë dokumentacioni i dosjes të jetë i plot për të gjithë, siç e kemi cituar edhe më herët. Pasi dërguam një kërkesë për informacion në Ministrinë e Financave, konkretisht në drejtorinë e pagesave dhe dëmshpërblimeve, ne na ka ardhur kjo përgjigje. Në lidhje me paragrafin e cituar nga ana juaj, bëjmë dije se ky referim i dedikohet përcaktimeve nga ana jon në lidhje me pagesat e plota dhe të pjesshme të dëmshpërblimeve për çdo dosje dhe individ. Pra, konsiderimit nga ana ligjor, ku një dosje konsiderohet e plot dhe e pjesshme. Ky përcaktim nuk kushtozon trashëgimtarët në çdo rast mund të paguhet në mënyrë periodike dhe të veçantë. Pra, këtu Ministria hodhi poshtë atë që kishte shkruar vetë në njoftim, që askush nuk mund të paguhet i veçantë, derisa i gjithë dokumentacioni i dosjes të jetë i plot për të gjithë. Sqarimi vijon, në praktikën tonë të punës, janë të shpeshta rastet kur paguhen dosje të pjesshme, thënë ndryshe, trashëgimtarët e veçantë të cilët shprehin interesin e tyre të lishëm. O bëuni gjithë bashk, o lek s'ka, noc rrokun, ju a thash. Të dashur shikues, ky ishte emisioni edhe për mbrëmjen e sotme. Ne do takohemi sërish nesër mbrëma në po të njëjtën orë në ekranin e MCN Televizion. Deri atëherë, natën e mirë.